Bëra 20 vjet martesë dhe e tërë kjo kohë më shkoj duke përcjell burrin në rrugëtim dhe duke e pritur se kur po vjen. Profesioni i tij prej shoferi ma gërditi edhe jetën. Si për sherr, kur unë isha e nxehtë dhe më nevojitej burri, ai ishte në rrugëtim me kamionin e tij autobot. Kur mua nuk ma kojke hiq, ama bash hiq, burri më vinte në shtëpi, edhe atë krejt duart e nxira, ndonjëherë edhe fytyrën, se për rrobat as që mos të flas. Gjithnjë kishte probleme me një kamion të vjetër dhe, sikur ai të ishte mekanik dhe jo shofer. Kur nuk më shkonte mendja të fladitesha me ndonjë mashkull tjetër, pavarësisht se sa isha e kallur. Gjithnjë gjeja ndonjë punë nëpër shtëpi, sa për ta harlisur mendjen. Pas luftës, burri sikur vonohej më shumë në rrugëtimet e tij dhe gjithnjë e më pak vinte në shtëpi i nxirr katran. Ndonjëherë më shkonte mendja nëse ai po drejton kamion apo ndonjë vetur luksoze. Ditë pas dite e javë pas jave, dyshimi në besnikërinë e tij ndaj meje shtohej, e bashkë me të edhe dashuria ndaj tij zbehej. Një ditë, derisa ai ishte në rrugëtim, unë i futa rrobat e zhyllosura të tij në korridë, sepse atë kohë nuk kisha makinë rrobash. Duke ja kontrolluar xhepat, jo pse jam idiote, por është rregull që ti kontrollosh xhepat para se ti fusësh rrobat në ujë, sepse më ka ndodhur një herë që ja kam larë 1000 dinar të asaj kohe. Në xhep ja gjeta një kondom. Mbeta gojë hapur, por nuk e prisha disponimin. Vetëm mendoja se si të veproj kur ai të kthehej. Herët në mëngjes, burri i botës u kthye në shtëpi. Për çudi, ishte i pastër dhe kishte një dozë parfumi. Ndoshta hunda e tij ishte mësuar me atë aromë dhe nuk e ndjente, por unë e nuhata menjëherë, bile e kuptova se ai parfum ishte i femrave dhe nuk ishte nga ato që kishim ne në tualet. Edhe pse isha e zgjuar, nuk bëja fare zë për të parë nëse do të më ngacmonte. Burri i botës u fut me kujdes në shtrat që mos të më trazoj gjumin dhe menjëherë ja krisi gjumin. I shkreti ishte i raskapitur fare. Herëve tjera kur vinte, më zgjonte ngadalë, duke mi futur këmbët mes këmbëve të mia dhe bënim dashuri të mrekullueshme, sepse edhe ashtu mua më pëlqen dashuria në mëngjes. Sa po u thellua në gjumë, unë u ngrita dhe ja nuhata edhe më shumë rrobat, ku u vërtetova se përmbajnë parfum femrash.